Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa atba'i ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe lutim Allahun azza wa jall që falja, mëshira dhe lavdërimet e tij të jenë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme edhe për të gjithë ata që ndoqën rrugën e pejgamberit alayhi salam deri në ditën e gjykimit. Dhe inshallah do të fillojmë nga dita e sotshme, do të fillojmë mësimet apo leximin rreth një libri prej librave të mëdhenj të një prej dietarëve më të mëdhenj të këtij ummeti. Do të fjalë për librin Adab al-Mufrad, që është titulli i librit që ka të bëjë me çështjet e moralit. Moralin që duhet të ketë muslimani. Dhe autori i librit është i njohur nga gjithë ne. Edhe ai është Imam Buhariu rahimahullah. Prandaj është e nevojshme që para fillimit të librit të rikujtojmë diçka rreth këtij dietari apo këtij imami të madh. Imam Buhariu rahimahullah ka lindur në vitin 194 të Hijrit. Me Hijrin ka lindur në vitin 194. Dhe emri i tij është Muhammad ibn Ismail. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim e tjerë. Ndërsa Al-Bukhari e ka marrë nga vendi ku ka lind, siç quhet për shembull Sheikh Albani që i themi. Pse quhet Albani? Sepse është nga Shqipëria. Albani thon shqiptarit. Pra, emri i marr nga vendi i lindjes. Dhe Bukhara që quhet kjo zonë, ky qytet nga ku ka lind Imam Buhariu rahimahullah, bie në Uzbekistanin e sotshëm. Bie në shtetin Uzbekistan sotshëm. Imam Buhariu rahimahullah fillimisht në vegjëlinë e tij do të ishte i verbër. Do të ishte një fëmijë i verbër. Dhe nëna e tij vazhdimisht do t'i lutej Allahut azza wa jall me vendosmëri dhe me shpresë të madhe që Allahu t'ia kthente shikimin. Derisa një ditë në ëndër, një natë në ëndër, pa Ibrahimin a.s. i cili thot, o i ti, Allahu e ka dëgjuar duan tënde të shumt dhe të shpesht, edhe ja të theu djalit tënd shikimin. Edhe kur zgjoi Imam Buhariu në mjes, ai shikonte si gjithë tjerët. Ai shikonte si gjithë tjerët. Që në moshë të vogël Imam Buhariu rahimullah do të dallohej për kujtesën e tij të fortë dhe për zgjuarsinë e tij. Që në moshën 10 vjeçare do të fillonte të merrte pjesë në mexhliset e ilmit, në mexhliset e dijes, në vendet ku merret dituria, që në moshën 10 vjeçare. Edhe do të fillonte të mësonte pra që në moshën 10 vjeçare. Ndërsa në moshën 11 vjeçare do të fillonte të korrigjonte dietarët. Do të fillonte të korrigjonte dietarët kur ndonjëri prej tyre bënte gabim në zinxhirin e përcjelljes hadithit, në përmendjen e emrave që bëjnë pjesë në zinxhirin e përcjelljes së një hadithi. Ndërsa në moshën 16 vjeçare Imam Buhariu rahimullah do t'i kishte mësuar përmend librat e dy prej dietarëve të mëdhenj, Abdullah ibn Mubarak dhe Imam Imam Waqi'. Pastaj, që në moshë herët Imam Buhariu rahimullah do të fillonte të lëvizte për të marrë diturinë. Do të fillonte të lëvizte. Edhe kur themi të lëvizte nga një shtet apo nga një krahin në një krahin tjetër. Sa sot në alhamdulillah i kemi gjëra shumë herë më të thjeshta dhe më të lehta. Mjafton që ndrojmë ul në xhami pas namazit, librin e kemi para, për një kohë të shkurtër, ngjojmë, marrim, ngjojmë dhe lexojmë disa hadithe të pejgamberit alayhis salam. Ndërkohë që dietarët e mëparshëm për një hadith i duhet të udhtonte me muj tër. Duke pas parasysh edhe mjetet e udhëtimit dhe vështirësitë që kishte udhëtimi në atë kohë. Pastaj Imam Buhariu rahimahullah pra, duke qenë se ishte njëri që udhëtonte shumë për të marrë diturinë, do të merrte dituri për shumë dietarëve, nga çdo vend ku shkonte. Edhe do të dallohen ndër nxënësin, ndër studentët apo ndër nxënësit pra e çdo dietari. Do dallohen nga kujtesa e tij e fortë. Rrallë shkruante Imam Buhariu sepse mbante mend përmendshëm. Saqë fillimisht kur ishte i vogël dhe prezantonte në
mexhliset e dijes, kur e shifshin moshë aq të vogël, qeshnin. Sepse në ato mexhlise merrshin pjesë njerëz që shquheshin për kujtesën e fortë edhe për shkrimin e shpejtë dhe të saktë. Ndërsa Imam Buhariu rahimullah as nuk shkruante dhe as nuk ishte në moshë me pjesëmarrësit, ishte i vogël. Saqë kur e pyetshin çfarë ke shkruajtur, ai thoshte vetëm 2. Dhe kishte për qëllim 2 hadithe dhe njerëzit qeshnin. Qeshnin se ka shkruar shumë pak. Ndërsa të tjerët i thoshin, kujdes, mos njihni me të sot, sepse ndoshta ai mund të qeshin nesër me ju. Kështu do të vazhdonte jeta e Imam Buhariut rahimullah derisa në moshën 18 vjeçare, pra ai do të shkruante dhe do të mblidhte fetvat e sahabëve dhe do të shkruante një librin e tij të parë, et-Tarikh, libër që bën fjalë për histori. Pastaj do të fillonte më vonë të shkruante dhe librin i cili e bëri të njohur. Dhe nxorrin pa diturinë e tij të madhe, duke u cilësu si prisi i dietarëve të hadithit. Edhe ai bëhet fjalë për librin Sahihul Buhari, që i themi ne, Sahihu i Imam Buhariut. Dosha nëse kuptojnë, por ato që janë dietarë, kur e shohin librin e Imam Buhariut rahimullah Sahihun, pra mënyrën se si i ka radhit temat, hadithet që ka sjell, do të vërë, siç na kanë theksuar ata, se Imam Buhariu rahimullah ka sjell në atë libër më të sartën e të sartës që ka ardhur nga suneti i pejgamberit alayhis salam. Pra nektarin e sunetit të sartë. E ka nxjerr edhe ka sjell në shërbim të umetit. Dhe një ndër librat e Imam Buhariut, një ndër librat e shumë të Imam Buhariut rahimullah, është edhe libri që e kemi ne për t'i lexuar hadithet që na ka sjellë nga pejgamberi alayhis salam. Libri titullohet Adabul Mufrad. Adabul Mufrad do të thotë ajo edukat apo moral i veçuar, ose i posaçëruar. Me ç'kuptim? Me kuptimin sepse Imam Buhariu rahimullah ke librive Sahihul Buhari, si gjim ka shumë tema, duke filluar që nga abdesi, çështjet e akides, çështjet e gjërat fikut, temat e gjërat fikut, ka përfshi edhe një pjesë, një temë me edukatën. Edhe këtë libër ka titulluar me këtë titull për të na treguar neve që ky libër është tjetër nga ai kapitull apo nga ajo temë që gjendet tek Sahihu i Buhariut. Pra është një libër i veçantë dhe nuk është pjesë. Ky libër pra nuk është pjesë e atij libri, edhe pse mund të ketë disa hadithe si këtë libër ashtu dhe në Sahihun e Buhariut rahimahullah.